Për më shumë se 7 dekada, NATO ka qenë themeli i sigurisë në Perëndim. E themeluar në vitin 1949 për të frenuar kërcënimin sovjetik, aleanca ka funksionuar si garancia kryesore e mbrojtjes kolektive për Europën. Por zhvillimet e fundit në lindjen e mesme dhe tensionet e reja transatlantike po e vendosin këtë strukturë përballë një prove ekzistenciale. Konflikti i nisur në fund të shkurtit në sulmet ajrore të SBA-ve dhe Izraelit ndaj Iranit ka nxjerrë në pa përçarje të thella mes aleatëve. Refuzimi i disa vendeve kyçe europiane për të marrë pjesë në operacione detare në ngushticën e Ormuzit ka shkaktuar reagim të ashpër nga Washingtoni. Presidenti amerikan Donald Trump e cilësoi këtë qëndrim si një dështim të rëndë solidariteti dhe ka përshkruar aleancën një barë të njëanshme për SBA-n. Në anën tjetër, fuqitë kryesore europiane, si Franca dhe Gjermania, po tregojnë kujdes të madh. Frika nga përshkallëzimi i konfliktit me Iranin dhe pasojat e tij nga valët e mundshme të refugjatëve deri te kërcënimet terroriste ka bërë që ato të shmangin përfshirjen direkte ushtarake. Ky qëndrim ka thelluar rendekun politik me administratën amerikane. Retorika e fortë e presidentit Donald Trump ka shkuar deri në parlemërime për një tërheqje të mundshme nga NATO, një skenar që deri pa kohë më parë konsideroi pa imagjinueshëm. Kjo ka hapur një debat të ndërlikuar ligjor në SBA mbi kompetencat presidenciale për të dalë nga traktatet ndërkombëtare, sidomos përballë kufizimeve të vendosura nga Kongresi Amerikan. Ndërkohë, shqetësimet në Europë janë konkrete dhe urgjente. Pa mbështetjen amerikane, kontinenti do të përballej me boshllëqe serioze në inteligjencë, mbrojtje raketore dhe logjistikë ushtarake. Varësia nga teknologjia dhe infrastruktura e SBA-ve mbetet thelbësore për operacionet moderne të mbrojtjes. Në këtë klim pasigurie, Parisi ka shtuar thirrjet për një autonomi strategjike europiane, ndërsa Berlini nga ana tjetër po përballet me realitetin e ri të një sigurie pa ombrellën amerikane. Në të njëjtën kohë, aktorë si Rusia po shfrytëzojnë situatën për të zgjeruar ndikimin e tyre, gjë e cila ka shtuar ankthi në vendet e Europës lindore. Edhe nëse NATO vazhdon të ekzistojë formalisht, shumë analistë besojnë se besueshmëria e saj është goditur rënd. Parimi i mbrojtjes kolektive, zemra e aleancës, po vjet në pikpyetje në praktik. Vizita ardhshme e sekretarit të përgjithshëm Mark Rutte në Washington po shihet si një moment vendimtar. Nëse nuk arrihet një kompromis, mund të shënohet fundi një epoke të gjatë të udhëheqjes amerikane në Europë dhe fillimi një rendi të ri global, më të pasigurt dhe më të paparashikueshëm.